370.000 euro do shitet ky objekti këtu. Shikoje pak gjona. Ky objekti është me sipërfaqe tokës truall, pra janë 900 metra katror. Ndodhemi këtë lagja Çomve në Arapaj, largësia nga deti 1000 metra. Tash i flasim pak për pronën. Kjo pronë kushton 370.000 euro dhe është çdo gjë me dokumenta, është e pa diskutueshme. Përshkrimi i katit parë është me sipërfaqe 151 metra katror, është i investuar totalisht, do ta shikojmë. Kati i dytë është 2+1 me 3 balkone, 151 metra katror. Të trija katët janë 453 metra katror. Tashti, do ju kërkoj vetëm diçka. Kushdo që shef këtë video, ma shpërndani. Besimi juaj, përgjegjësia ime dhe e Gjonit. Me respekt nga Durrësi, Afrim Hasa dhe Gjon Marku, kush ka lek, mos i mani në për kavanoza, mos i mani në për banga, investoj sigur, se me mu dhe me Gjonin, shi qa blen. Super bro. E përshkru me Gjon për 3 familje. Për 3 vlezër, e? Gjoja që nuk e përshkrujta. 3 familje, 3 vlezër, 3 baçenegër. 3 baçenegër. I ka shkallet nga jashtë veçan për baçenegër. është projekt pallati. Tamam, projekt pallati. Se cila nga çdo apartament nuk ka lidhje me jona tjetër. Ju përshëndes. Në si pallat. Nga lagja Çomve në Durrës. Shife s'ka faj për anoj. Shi çfarë investimi ka, e? Shikon afrim, e? O Gjon. Afrima? Gjon shokundat. Gjithë kjo pronë më për? 900 metra tokë në këtë zonë turistike është e pamundur t'i kapësh. Shifo Gjon. 100 mijë vetëm toka kushton. Vetëm ky ullini që vjen nga Kërçukja Shijakut nuk blehet, bo 5 milion lekë, është ulli shekullor. Shekullor është. Shiko balkonet, Gjono. Sa buri ka ba. Çdo kat ka 3 balkone, është mrekulli. Tregojmë pak nga mrena. Tu ka dhe shpim 70 metra. Shëllësi. Ujë sekretarë për ton lagjen e Arapeve. Gjono, pa harru, Gjono, shiko, pa harru që është bo me gur. E ka shtu borin gjithë gur. O, bur, është investim o Gjon. Njën lekë të shka e dion se më të ba vetë është shpi. investim o zarma të e di se pa vujnë Ta vetë. më ba shpi vetë. Njëna derë është tu për katin e parë. Tu nga nësore këtej kemi derën tjetër për dalin në katë 2 dhe në katë 3 për 2 apartamentet. Ja kati parë. Këtë e dërgojmë pak për shpejt sepse lidhje gjatë për sferën këmë edhe asfaqet. Tu dilet ka 2 dyrë për dalën ka 2 dhe ka 3. Tu nga jashtë dera te lidhë dhe me katin e parë. Falin këna ba për 3 vlezër. Kati dytë, edhe banjë ka përfundu, kjo pjesë e kuzhinës, gjithë ke balkon. Ka 3 dhoma, 3+1 kati dytë. 4 dhomëshit, kati 3 të shi. Shkallat me mërmer. I banushme në kati 3. Pra 2 kati janë banushme. Super pamit, super. Tu nga kati 3 ka super pamje. Ja ka tokën direkt rruga kryesore.